Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot ju kam sjellë një ide si mund të gatuajmë bërxollat e gicit për ata që duan të provojnë diçka ndryshe dhe jo gjithmonë të zakonshme. Këtë të dashur miq e kam provuar për herë të parë në një restoran. Ka goxha vite dhe unë që atëherë gatuaj gjithmonë. Dalin tepër të shijshme dhe kanë goxha sy për t'i servir për raste të veçanta, ashtu siç janë festat që po afrojnë. Në të vërtetë dalin shumë të mira. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Do na nevojiten bërxolla gici pa kock. Kjo të dashur miq, pasi bërxollat do jenë të mbuluara dhe nuk mund të gjejmë dot kockën pastaj. Nëse doni pak më me dhja, mund të merrni pjesën e qafës. Këtë recetë sigurisht mund ta provoni edhe me fileto pule ose edhe bërxoll viçi. Hapat janë të thjeshta dhe të lehta. Si fillim do bëjmë përgatitjen e mishit si gjithmonë. Hedhim krip, piper të kuq, piper të zi nga të dyja anët, me erza sipas dëshirës që juve ju pëlqejnë. Jo shumë erza të ngarkuara, pasi do I hedhim dhe sipër gjëra të tjera. Vazhdojmë dhe nga ana tjetër. Dhe hapi mirë me duar që të marrë shije gjithë mishi. Dhe pasi që kemi mbaruar, kjo është opsionale. Mund t'i rihni pak që të hapen. Në këtë mënyrë do piqen dhe do ziejnë pak më shpejt. Gjithsesi ato do mblidhen prap, do bëhen goxha më të vogla. Dhe tani do vazhdojmë me skuqjen. Do na nevojitet një tigan që nuk ngjit. Skuqjen të dashur miq mund ta bëni me gjalp ose me vaj. Por me gjalpin duhet të keni pak kujdes, pasi në temperatura të larta digjet dhe nxihet. Varet nga gjalpi që do përdorni. Kështu që skuqjen do kujdesni dhe vetë. Pasi të kenë marrë ngjyrë nga njëra anë, I kthejmë dhe nga ana tjetër. Largojmë nga tigani dhe vazhdojmë duke skuqur dhe të tjerat me radhë. Në varësi se për sa persona po gatuani, aq bërxolla do të bëni. Unë po ju tregoj thjesht një ide, por sasia është në dorën tuaj se sa doni të përgatisni. Pasi që kemi mbaruar me skuqjen, nëse mishi është I fortë, do e ziejeni pak siç bëra dhe unë në video. Ka raste ku qelloni butë, unë nuk e ziej. Ose nëse do të përgatisni fileto pule, nuk do e zieni, pasi do piqet dhe pak në furrë. Na nevojiten disa feta me domate, do I prisni goxha të holla, gjithashtu dhe speci kuq dhe speci jeshil. Do I presim në feta shumë të holla. Disa feta me bacon. Pasi që kemi bërë gati gjërat që na nevojiten, mishi është gati. Ju do e kujdesni dhe vetë sigurisht nëse është I zier mirë. Nëse nuk është, mund të vazhdoni me zierjen. Pasi që kemi mbaruar, do vazhdojmë do I radhitim të gjitha bërxollat në tepsi. Në këtë mënyrë si në video. Këtu të dashur miq kam salcë me domate për picë. Mund të jetë vetë e përgatitur në shtëpi ose e bler. I mbuloj me goxha salcë sipër që bërxollat të ngelen të buta, të kenë lagështi dhe mos të thahen. Sipër salcës hedhim nga pak rigon, radhën e ka bekonit të mosur ose prosciuta që ju pëlqen. Nga një fetë ose 2 feta domate sipas madhësisë së bërxollës, disa feta me speca dhe në fund djathin kaçkavall. Djathin që pëlqeni zakonisht kur përgatisni pica. Unë kam përdorur djath mozzarella. Do hidhni sa më shumë në mes dhe gjatë pjekjes shkrin dhe hapet. Pjekim në furrë të parangrohur në 190 gradë derisa të marrë ngjyrë. Dhe vendosni tepsi një zgar larg nga mezi, që të marrë sa më shpejt ngjyrë sipër. Do t'ju duhet diku te 20 minuta derisa të marrë ngjyrë të tillë djathi. Varet nga cilësia e djathit, pasi ka dhe djathra që qëndrojnë të bardhë. Nëse pa dashje morë djath të tillë, mund ta spërkasni sipër me pak piper të kuq dhe pak rigon për të thyer atë bardhësinë. Unë e kam shoqëruar me pure patate dhe sallatë me rukula. Një diçka me sallatë jeshile shkon shumë. Ndërsa puren e patates mund ta zvendçoni me diçka tjetër, siç janë patate të skuqura ose patate të pjekura në furrë. Gjithashtu pilaf ose makarona. Ja pra ku erdhëm në përfundim të recetës tonë për sot. Një recetë që për çdo rast të rreq vëmendjen. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.